Kalaja Rozafa Avion të mbetet një nga destinacionet më të frekuentuar turistike në Shkodër dhe në të gjithë vendin. Helidon Sokoli, drejtori i DRTK Shkodër, bëri me dije se vetëm gjatë muajit prill, Kalaja Rozafa ka regjistruar mbi 17.000 vizitor. Kalaja Shkodrës këtë vit po rezulton siti më i vizituar në vendin tonë, duke lënë pas edhe monumentet të tjera, kështjella që për nga rëndësia apo dhe nga promovimi kanë patur pak a shumë të pritshme. Vetëm për muajin prill, numri i vizitorëve në Kalajën e Shkodrës ka kaluar shifrën e 17.000, duke na bërë optimist që ky trend rritës të vazhdojë edhe gjatë sezonit turistik që sapo ka nisur faktikisht dhe do vazhdojë deri në 31 tetor. Ne këtë vit kemi si risi edhe zgjatjen e orarit të vizitueshmërisë së Kalas deri në orën 20, çka sjell edhe një lehtësi edhe për grupet turistike që i drejtohen Kalas në orët e mbasdites për të evituar orën e pikun e periudhës së nxehtë, çka edhe ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e agjencive turistike që këtë vit ne e morëm parasysh dhe i bëm propozimet për kacën në ministri dhe një propozim i tillë u përçafua edhe nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve dhe deri më 31 tetor Kalaja do jetë e hapur deri në orën 20 çdo ditë të javës. Ndër të tjera, Sokoli thekson se Kalaja Rozafa priti nënshtrohet së shpejti një projekt i rrjedhimi. Projekti tashmë është miratuar në Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, është në fazën procedurën e tenderimeve, është një projekt që zhvillohet pra nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me financim nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe besoj që shumë shpejt do filloj punën. Do përkojë ndoshta me sezonin turistik, por ne do gjejmë atë mënyrën e organizimit të punës edhe me subjektin që do fitojë këtë tender pra për këto punime që të kemi një kombinim të orareve mes fluksit turistik por edhe punimeve.